dalim tek sovraniteti ushqimor. Shqipëria ka një politikë të saj të zhvillimit të bujqësisë. Dhe padyshim bujrum për vlerësitë e huaj, por ti do të investosh aty ku unë kam interes kombëtar, ajo që quhet sovranitet ushqimor i vendit. Shqipëria duhet të jetë përgatitur në çdo kohë, në çdo moment, për të plotësuar të paktën 70-80% të nevojave të saj për ushqimin e popullatës me prodhim vendas. Në rast se do ta japësh kështu siç është pakti projekti për investim për kultura të cilët nuk janë interes joni prioritar, për arsye se ka një dokument strategjik Ministria e Bujqësisë, e ndërtuar që në vitin 2015, ku janë përcaktuar harta e rajonalizimit kulturave bujqësore. Për shembull, prioritet për zonën e Korçët janë modët, janë patatet, janë qepët, janë blegtoria, dhe nuk mundet atje të devijosh nga këto prioritetet. Apo për zonën e Kukësit, është blegtoria, janë bimët mjekësore e tjera. Pra, gjithë këto, apo zona e Ullirit që fillon ta zëm që nga Saranda e shkon deri në Shqipërinë e Mesme. Gjitha këto janë të harmonizuar në mënyrë që Shqipëria të garantojë një furnizim me prodhime elektorale, me prodhime frutave të perimeve, në mënyrë konstante të popullsisë saj. Dhe ky është një dokument strategjik ka të bëjë me sovranitetin ushqimor. Pra, edhe investitorëve të huaj, të cilët unë dëshiroj të jenë diaspora, ata kanë tashmë janë pjesë e integruar e komuniteteve ku jetojnë, kanë pasaporta, janë tashmë qytetarë të atyre vendeve, por padyshim janë bashkëkombësit tanë dhe janë më të lidhur edhe tradicionalisht dhe kulturalisht dhe emocionalisht me Shqipërinë. Tani, cili është skenari më i keq që mund të fshihet pas këtij ligji, zoti Panariti, se deri tani çfarë shohim? Humbim sovranitetin ushqimor për zëm bujqit dhe fermerët tanë dhe mbi të gjitha një ligj spekulativ për pronën. Ka më keq se kaq? Rreziku më i madh është zbuarja, do themi, kjo shprehje e fermerëve shqiptar nga tokat e tyre dhe gjithë ky mekanizëm i mungesës së financimit, bllokimi i fondeve i parë, ulja e subvencioneve, e bën ato të kalojnë në gjendje dëshpërimi. Plus pastaj që këtu do të jemi, do shikojmë që do të vendoset dhe taks për mos kultivimin e tokës bujqësore. Pra mendoni se në çfarë pozicion ndodhet fermeri shqiptar. Nuk ka mjete financuese, se as banka nuk japin kredi, as subvencione nuk merren nga buxheti i shtetit, as fondi i parë nuk përfiton, ndërkohë do të ngarkohet pasaj me taks për mos kultivim. Atëherë çfarë do bëjë? Do të jetë i detyruar të shes në dëshpërim. Dhe kjo ka ndodhur edhe me vende të tjera. Kjo ka ndodhur me Romaninë, ku praktikisht ajo kaloi një ligj të tillë dhe 5-6 grupe të fuqishme oligarkësh kapën pothuajse gjithë bujqësinë rumune, e cila u kthye në një shtojc të interesave të tregjeve që nuk ishin thjesht tregjet rumune, por bujqësia rumune thjesht ofronte lëndën e parë. Ndërkohë fermerët rumun u spostuan dhe dolën jashtë rregullit. Do ta adoptojmë këtë model? Unë mendoj që jo. Ne duhet ta adoptojmë modelin kroat, i cili ishte një model shumë i kujdesshëm. Radh para i kërkoi një moratorium, në mos gabojmë rreth 15 vjet. Pra nuk lejonte që të futeshe pavarësisht se kaloi ligjin, se do ligji do kalosh sepse është një detyrim evropian. Por në negociatat me Bashkimin Evropian kërkoi që ky ligj të kishte një moratorium të paktën 15 vjeçar para se në mënyrë që të konsolidohej fermeri kroat, të fuqizohej ai, që kur të hapeshin transaksionet të ishte partneri barabartë. Jo ti pastaj ta zhdukesh atë, sepse ai do të jetë dëshiruar pastaj për ta shitur atë, sepse nuk ka mundësi për ta zhvilluar, dhe është diskriminuar dhe nga taksat që ngarkohen për mos kultivim.